Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Hetimi i prodhimit të drogës në Kosovë është njëra nga veprimtaritë më të rrezikshme, e cila kërkon një angazhim serioz nga prokuroria dhe policia. Pas rënjes së perandorisë së prodhimit të kanabisit në Shqipëri, në rajonin e Ballkanit ka nisë të ndërtohen sera dhe plantacione të kanabisit, të cilat prodhojnë mijëra kilogram marihuanë të dedikuar për tregun rajonal dhe atë botëror. Një grup i rrezikshëm nga Shqipëria dhe Kosova në vitin 2024 kishte nisur ndërtimin e një plantacioni gjigant në zonën e Pejës. I identifikuar nga droni, plantacioni ishte njëri nga plantacionet më të mëdha të drogës të kapur ndonjëherë në Kosovë. Sipërfaqja e mbjellë ishte me hektar, ndërsa në hapësirën malore ishin mbjellë mbi 3000 bimë narkotike. Hetimet e policisë në atë kohë të zhvilluar nga ajri kishin identifikuar zonën, ndërsa në një operacion rrufe, policia dhe prokuroria kishin arritur ta shkatronin plantacionin dhe të arrestonin një person. Pamjet nga ky operacion dëshmonin për mbi 3000 bimë të shkatruara dhe rreth 1000 kg drogë e gatshme, e cila ishte dedikuar për shitje. Atë kohë operacioni kishte përfunduar me vetëm një të arrestuar, por me premtimin që hetimet do vazhdonin. Shkatrimi i plantacionit të drogës u bë një lajm i madh për tërë publikun e vendit, ndërsa lajmi që vetëm një person ishte arrestuar kishte krijuar një klim ku njerëzit besonin që të dyshuarit kryesor kishin shpëtuar pa therr në këmbë. Por hetimet speciale të antidrogës dhe ato të prokurorisë së Pejës kanë gjeneruar të dhëna të tjera. Një plantacion masiv i marihuanës nuk mund të ndërtohej pa mbështetjen e strukture kriminale për financimin e plantacionit e me pas edhe kujdesin për shitjen e drogës. Hetimi special i prokurorisë ka identifikuar se grupi përbëhej nga të paktën 11 persona, ndërsa harta në vijim na tregon edhe zonat nga ku këta persona operonin. Sipas dosjes, 8 persona nga Shqipëria operonin në qytetin e Gjirokastrës, Tepelenës dhe zonën e Tropojës, ndërsa nga Kosova ata operonin në qytetin e Pejës e Gjakovës. Grupi funksiononte nga të gjitha zonat, ndërsa për 15 muaj operacionet e koordinuara në mes të prokurorisë së Kosovës dhe asaj të Shqipërisë kanë dërguar në pranë nga shumicën e anëtarëve të grupit. Ata hetohen për prodhim droge, shpërlarje parash dhe vepra të tjera penale. Në hartën e përgatitur nga prokuroria e vendosur dhe të dyshuarit nga qyteti i Pejës dhe qyteti i Gjakovës. Sipas informacioneve paraprake, të dyshuarit jetonin në shtëpi të ndara në lokacione si banesa dhe shtëpi, ndërsa ata janë vlerësuar si persona të rrezikshëm. Për t'i ndjekur kriminale të rrezikshëm, njësitë me elitet e policisë janë ftuar në një operacion të rrezikshmërisë së lartë. Planifikimi i operacionit nis në orën 5 të mëngjesit, ku në ambientet operative të prokurorisë dhe policisë do ndahen detyrat. Mirëmëngjes prokuror, është ora 5 e mëngjesit, tash ky është takimi jonë i parë për ditën e sotme. A mundesh me na tregu për çka po bëhet fjalë dhe për ato të cilat veç lejohen me tregu në këtë rast? Mirëmëngjesi, është e vërtetë që është ora 5 e mëngjesit, sot do t'i kryejmë disa kontrolle në rastin e një ursi Vera 2024, i cili ka të bëjë me kultivimin e narkotikëve që ka ndodhur vitin e kaluar.
Mirë po pas ndërmarrjes së shumë veprimeve hetimore që janë bërë tashmë pothuajse më tepër se një vit, ne kemi arritur që të identifikojmë edhe disa të pandehur nga Republika e Kosovës dhe sot do t'i kryjmë disa kontrolle në Pej dhe në Gjakovë. Po flasim për një rast të cilin ka dhe të arrestuar që janë shtetas të Republikës Shqipërisë. A kanë bëri me u siguru ata, janë tash në paraburgim? Shumicën e të pandehurve qoftë nga Republika e Shqipërisë, mirë po edhe sot që do të kryen, janë arrestuar këta nga Republika e Shqipërisë, ndërsa këta nga Republika e Kosovës shpresoj se do t'i arrestojmë sot. A ka qenë lehtë bashkëpunimi me Shqipërinë, so ka qenë e zërshme me i siguru ata persona, ose a ka marrë kohë puna e shkresave dhe bashkëpunimi të marrë parasysh që po flasim për dy shtete ndryshme? Ju e dini që Republika e Kosovës tashmë e ka një marrëveshje me Republikën e Shqipërisë dhe unë shfrytëzoj rastin që tani ta falenderoj Republikën e Shqipërisë për bashkëpunimin që ka treguar dhe kërkesave tona janë përgjigjer në kohë të arsyeshme dhe shumë të shpejtë. Prandaj fal këtij bashkëpunimi ne kemi arritur që të identifikojmë rreth 10 të pandehur nga Republika e Shqipërisë, ku thuajse që të gjithë janë arrestuar dhe ekstraduar. Këta personat që sot pritet me u bastis ose me u arrestu në rast se hasen, a mundesh me na tregu cili ka qenë roli i tyre në këtë rast, për shkak se po flasim për bashkëpunim të njerëzve prej Shqipërisë dhe Kosovës? Për momentin, para se më kry kontrolli, nuk mund të flasim për shkak të konfidencialitetit të hetimit, mirë po pasi të ekzekutohet rrugë kontrolli, atëherë do t'ju sigurojmë se do të japim informata për asa lejohet. Tash po vazhdojnë në stacion policor apo ku po mbajt brifing? Prej këtu duhet të shkojmë në stacionin policor në Pej, ku do të bëhet një brifing i shkurtër lidhur me prezantimin e planit i cili do të ekzekutohet sot, ku kemi njësi nga njësia FET, hetues nga drejtoria për hetimin për narkotik në Pej, po ashtu kemi siguruar edhe disa hetues financiar të cilët do të merren me sigurimin e dokumentacionit, të cilët do të mund të ndërlidheshin me pasurinë të pandehurve në fjalë. Hetues të antidrogës dhe prorë të njësive speciale janë mbledhur brenda zyrave të planifikimeve në Policinë e Kosovës. Në një takim të paraplanifikuar, ata do marrin detyrat nga prorët e hetimeve dhe prokuroria e shtetit për bastisjet të cilat do zhvillohen. Informacionet për rrezikshmërinë e të dyshuarve ndahen me prorët e specialëve. Ata janë të thirrur për të dizajnuar bashkë me ekipet e tyre planet e ndërhyrjes së rrezikshmërisë së lartë. Në pak minuta, specialët do studiojnë lokacionet dhe do njoftohen për strukturën e shtëpive për të vendosur pastaj për teknikat dhe pajisjet që do i përdorin. Në gjatë përgjithë, unë jam i caktuar si heshi këtij operacioni. Ju falenderojmë për krajën dhe pjesëmarrjen. Gjithashtu edhe prokurorin falenderojmë për pjesëmarrjen këtë plan operativ. Ky plan operativ i cili do të zbatohet sot është i përkthyer vera 2024. Nesër do të zbatojmë një urën gjykatës ku do të bastisen disa lokacione në regionin e Pejës dhe regionin e Gjakovës. Si rezultatit e hetimit gjatë, domethënë është një grup mirë i strukturuar. Disa prej tyre janë të arrestuar, 6 në fakt janë të arrestuar dhe janë të ballafaqur me procedura, ndërsa sot do të bëjmë mbastisje dhe arrestimin e disa persona shtetas Kosovës. Para se mi ndo detyra dhe rrobat, fjalën e shef prokurorit të shtetit. Fal bashkëpunimit mirë që e kem pas me hetuesit e drejtorisë për hetimin e trafikimit me narkotik në Pej, si dhe me Republikën e Shqipërisë dhe me njësi tjera, ne kemi arritur që të identifikojmë thuajse të gjithë të pandehurit dhe tash numri i tyre ka shku, ose sot besoj që do të shkojë 10 ose 11 të arrestuar në këtë rast. Prandaj kjo qartë të tregon dhe do të jetë mesazh i fuqishëm që ata që kryejnë vepra penale kanë me pas vendin burr dhe ne nuk të ndalim për asnjë moment. Vlerësimet të rrezikshmërisë kanë kërkuar angazhimin e njësive militare të njësive speciale. Grupi i rrezikshëm i drogës dyshohet të jetë i armatosur edhe me armë të tipit Kalashnikov, dhe në situatat e tilla asgjë nuk i lihet rastësisë. Ekipet marrin urdhrat që dyert e banesave të shkallmohen për të krijuar epërsi dhe siguri për ndërhyrjen e policisë. Armët e gjata dhe pajisjet e tjera do jenë gati në secilin rast.
Njësitë e litet e policisë, hetuesit e antidrogës dhe prokurori me syn të shpartallojnë të dyshuarit e mbetur në hartën e grupit të organizuar kriminal i cili kultivoi mbi 1000 kg drogë në rajonin e Pejës. Të dyshuarit strehohen në Pejë Gjakov dhe operacioni do jetë i befasishëm duke u zhvilluar në të njëjtën kohë. Drejtuesit e operacionit nga policia dhe prokuroria e shtetit janë në aksion për të përcjellur ngjarjen. Prokuror, ashtu do mbram që jemi kon kontakt dhe kem komunikuar deri në orët e vona. Sa i përket hetimit, që kemi pas lëvizje të personave përfshin, çka edhe të na pak ka kriju një shqetësim. Mirë po, kem qëndru të e vonë, në duhi për cilë, dhe me njësi tjera. Bazuar në hetim, do nga thonë edhe në vëzhgim edhe masa tjera, personet përshim kemi gjetë në lokacionet, dhe manimit të të në, që besoj që gjithë shkët do shkojnë rregull. Edhe një i bindum që sot kemi arrestu dhe me finalizu komplet të klasë. Në pak minuta, policës speciale ofrohen afër banesës ku jeton i dyshuari. Informacionit tregonin se ai është i armatosur me Kalashnikov dhe dyer duhet të shkallmohen për të garantuar siguri. Kem urën për gjykate për më kryevarësisë. Paralelisht, operacioni vazhdon në lokacionin tjetër në Pejë. Atje specialët do zhvillojnë një ndërhyrje tjetër tek i dyshuari. Shtëpia e tij ka një derë të blinduar dhe kërkohen pajisje speciale për të zhvilluar depërtimin. Në një operacion të koordinuar brenda 2 minutave, banesa dhe shtëpia e të dyshuarve për drogë në Pejë janë vendosur në kontrollin absolut të policisë së Kosovës. Të dyshuarit janë shtrirë për tokë, ndërsa të gjithë personat afër tyre janë nën kontrollin e policisë. Koordinimi i operacionit është i ngjashëm edhe në zona tjera. Në Gjakov i dyshuari tjetër është neutralizuar në një operacion të shpejtë në minutat e para.
3 të dyshuarit të rrezikshëm janë në duart të njësive speciale të policisë. Ky informacion është konfirmim që rruga për hetuesit dhe prokurorin është hapur dhe tani mund të fillojnë mbastisjet. Informacionet e para tregonin që inteligjenca kishte të drejtë. Arma e rrezikshme AK-47 gjendet në banesën e të dyshuarit të parë. Në vendin ku ishte prezent në qytetin e Pezë dhe po e mbikëqyrte aksionin, prokurori njoftohet nga udhëheqësi i aksionit se edhe 2 të dyshuarit e tjerë janë arrestuar. Mund të na tregoj çfarë ka shku kontrollat në vende të tjera, se këto veçë thonë se Sa i përket vendeve të tjera, sipas informata që kolegët e kanë përcjellë edhe atje gjithçka në rregull, janë arrestuar persona të dyshimta dhe kanë filluar me procedurat urdhë kontroll dhe me zlaturën kontroll. Gjithçka në rregull, domethënë janë arritur qëllimet sipas nesës, janë arrestuar 3 persona të dyshimta. Këtu e si që palo të është një arme e qatë për këllimin, jënë sigur dhe shumitarë këtu edhe fillojnë mbastisje. në rregull, atë falënderoj. Atëherë ky është bërë nga represioni që është patu, e mira që është arrestuar i pandyrë këtë se ne kemi ardhur këtu, po ashtu është gjetur edhe një armë e cila është sekuestruar. Ndërsa në bazë të informata që pranon nga ana e hetuesit, ka të shkruar edhe në lokacione të tjera ku janë arrestuar edhe 2 të pandyrë të tjerë. Mbastisjet vazhdonin paralelisht në të gjithë zonën. Prokurori që drejton të operacionin inspekton nga afër grumbullimin e provave në vendet e tyre. Personi i treti dyshuar ishte nga një fshat i Gjakovës, ai atje arrestohet brenda një kamp shtëpize. Krahas hetimeve për narkotik të dyshuarit janë duke u hetuar edhe me ligjin për hetimin e pasurisë pa justifikueshme. Hetimet janë duke u kryer në Kosovë e po ashtu janë duke u shikuar edhe pasuritë që të dyshuarit kanë jashtë territorit të Kosovës.
flasim për njërin prej grupeve të krijimit të plantacioneve të kanabisit në Kosovë, a është ky njëri prej grupeve më të mëdha që është arrestuar deri më tash? Për shkak se po flasim për njerëz të Kosovës edhe të Shqipërisë. Po unë më fol për veti, për rastet të cilave unë i kam hetuar, është rasti ndër më të mëdha të cilat e kam hetuar lidhur me vepra penale për kultivim të narkotikëve. Së fundi u arrestuan edhe 3 persona në Pej, për ata dhe çka kena ardhur na këtu. A mundesh më na tregu çka keni dyshime për këta persona? Po 3 personat e fundit të cilët janë arrestuar janë shtetas të Republikës së Kosovës dhe ne pas ndërmarrjes së qindra veprimeve hetimore kemi arritur që të identifikojmë edhe 3 persona të Republikës së Kosovës të cilët kanë qenë të involvuar në këtë rast. Dhe e patë edhe atë natë që ne kemi arritur që t'i arrestojmë të njëjtit, kemi parashtruar një kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit, e cila është aprovuar nga ana e gjykatës të Melore në Pej. A kanë folë diçka, kanë thonë, a kanë pranuar diçka ditë kur është marrë kërkesa? Disa nga ata panelit janë mbrojtur në heshtje, ndërsa të tjerët janë deklaruar. Mirë po, sigurisht në këtë fazë nuk e kanë pranuar veprën penale, por e mira është që ne para arrestimit të këtyre të panelve kemi arritur që të sigurojmë prova të mjaftueshme, të cilat e vërtetojnë nivelin e dyshimit të bazuar si standard për caktimin e paraburgimit. Në atë kohë atje është arrestuar vetëm një person, të tjerët patën ik. Çush keni mri me i siguru edhe të tjerët? Ju kujtohet atëherë si prokurori i çështjes kam pas premtuar një farformë edhe publikisht që ne do t'i arrestojmë dhe nuk do të ndalim deri në arrestimin e të panellit të fundit. Dhe fatmirësisht fal punës së mirë ekipore mes prokurorisë dhe hetuesve të drejtorisë për hetimin e trafikimit me narkotik në Pej, ne kemi arritur që t'i arrestojmë 11 persona. Shumica prej tyre janë nga Republika e Shqipërisë dhe janë arrestuar disa edhe atje në Shqipëri, ku dua ta falenderoj nga ky mision edhe Republikën e Shqipërisë për bashkëpunimin që ka treguar në këtë rast, dhe shtuaj se të gjithë janë ekstraduar në Republikën e Kosovës. Tani jemi në pritje të ekstradimit edhe 2 të panderëve tjerë. Ne nuk kemi ndalë për asnjë moment, kemi ndërmarrë veprime të vazhdueshme hetimore derisa e kemi identifikuar edhe 3 të panderit tani që janë arrestuar, dhe për momentin numri i të panderëve të arrestuar është 11. Ju kujtohet edhe atë ditën e intervenimit, ne kemi arritur që të arrestojmë një person në vendin e ngjarjes, ndërsa fatkeqësisht ato panderët tjerë janë arratisur nga vendi i ngjarjes. Mirë po fatmirësisht është që provat kanë mbetur në vendin e ngjarjes dhe ne fal këtyre prova kemi arritur që të identifikojmë edhe të panderët tjerë. Shumica atyre kanë qenë nga Republika e Kosovës dhe roli të cilin mund ta ndajmë me publikun në këtë fazë se bashkëpunëtorët nga Republika e Kosovës kanë ndihmuar në krijimin e kushteve për atë plantacion. Për shembull, siç e përmendet ju, janë përkujdesur që të i marrin nga Republika e Kosovës, të i dërgojnë tek plantacioni, të i furnizojnë me ushqim dhe ndihmë tjera kryesisht e lidhur me kultivimin e atyre narkotikëve. Për këta të arrestuarit e fundit, çka keni thonë në kërkesën për caktimin e paraburgimit aty, çka keni prova për ta? Na tregu pak. E dini se kërkesa për caktimin e paraburgimit të parashikojnë disa kushte që janë baraparë në kodin e procedurës penale dhe ne në detaje kemi elaboruar prova të cilat e vërtetojnë dyshimin e bazuar si standard për caktimin e paraburgimit. Po ashtu në rastin konkret ne kemi konsideruar se ekziston rreziku për arratisin e të panderëve dhe këtë kemi mbështet për faktin e dënueshmërisë së kësaj vepre penale ku është deri në 15 vite burgim. Gjithashtu shumica e këtyre 3 të panderëve të fundit kanë lëvizje jashtë Republikës së Kosovës, siç mund të jenë Greqia, Republika e Maqedonisë apo edhe në Serbi. Dhe ne e dimë nëse të panderët arrin që të futen në Republikën e Serbisë, atëherë fatkeqësisht ne do ta kishim thuajse të pamundur bashkëpunimin me Republikën e Serbisë në këtë fazë. Po ashtu në rastin konkret ne kemi konsideruar se ekziston edhe rreziku për ndikimin e dëshmitarë, sepse e kemi përmendur edhe tek të panderët e tjerë që jemi në fazë shumë të mirë të identifikimit edhe të dëshmitarëve të tjerë dhe me lënien e tij në liri, atëherë ata do të kishin mundësi që të ndikojnë edhe në këta dëshmitarë. Gjithashtu kemi konsideruar se ekziston edhe rreziku për përsëritje të veprave penale për shkak se disa nga ata janë edhe recidivistë të veprave të ndryshme penale. Madje njëri nga ata është edhe 7 herë i dënuar nga ana e gjykatës me ekzekutimin të formës së prerë. Po e llogaritë rastet sa të kanë të hapura në polici. Recidivistë janë për veprat narkotikëve apo edhe për vepra tjera? Jo, recidivistë edhe për vepra tjera penale. Mirë po janë 7 ekzekutime të formës së prerë. Grupi prej Kosovës është arrestuar një vit me vonesë. A ka qenë më e zërshme me i hetu këta për shkak se nuk kanë pas lidhje atje, apo keni pas edhe prova, apo keni dashur me identifiku më mirë? Është e vërtetë se ka qenë më zërshme për shkak se prezenca atyre ka qenë thuajse shumë e vogël se prezenca të pandorë nga Republika e Shqipërisë në vendin ku është bërë kultivimi i narkotikëve.
mirë po ne e thash nuk kemi ndalë asnjëherë dhe kemi marrë veprime të vazhdueshme timore derisa kemi arritur që të sigurojmë provat në nivel të dyshimit të bazuar edhe për këta 3 të pandehur. Dhe në momentin kur e kemi arritur kër standardet e provuarit, atëherë ne e patë rastin e fundit që kemi arrestuar edhe këta 3 të pandehur. A keni siguru dëshmi të mjaftueshme që këta persona kanë funksionuar si grup edhe kanë bashkëpunuar sa i përket plantacionit në Sfërk? Po, që që thash më herët, ne kemi siguruar prova në nivel të dyshimit të bazuar në këtë fazë dhe ato janë të mjaftueshme për caktimin e masave për sigurinë e prezencës të pandehur në procedurë penale. Fatmirësisht janë aprovuar edhe nga ana e gjykatës dhe këto dëshmi kanë mjaftuar që të vërtetohet ky dyshim, kështu që kemi prova të mjaftueshme që për rolin e secilit të pandehur veç në këtë rast penal. A ka qenë e zërshme me bashkëpunu me Shqipërinë për me ju dëshmu aty nëse këta persona kanë qenë në Kosovë tu marrë me një aktivitet kriminal? Jo, e thasht edhe më herët që më duhet të falenderoj Republikën e Shqipërisë për bashkëpunimin që ne kanë treguar në këtë rast, dhe jo vetëm në këtë rast, por edhe në raste tjera. Mirë po në këtë rast janë përgjigjur kërkesave tona në kohë rekorde. Ndoshta ka pas rast kur brenda ditës e kem parashtruar një kërkesë për arrestim të ndonjërit prej të pandehurve në Republikën e Shqipërisë, sigurisht pasi e kemi siguruar një urdhër arrest dhe gjatë ditës, eventualisht ditën e nesërme, ne vetëm i njoftuar se ata të pandehur janë arrestuar. Dhe shumë shpejt edhe pas procedurave që i parashin ligjet e pozitive të Republikës së Shqipërisë edhe janë ekstraduar në Kosovë. Ne nuk kemi bashkëpunuar vetëm me Republikën e Shqipërisë, kemi bashkëpunuar edhe me shtete tjera për këtë rast, sidomos shtetet e rajonit. Dhe gjitha këto kanë mjaftuar që të sigurohen prova të mjaftueshme edhe për këta 3 të pandehur që janë në Kosovë. Kem raste ndoshta kur duhet me punu edhe për edhe 2 vite, varet ndoshta edhe sa prova i ki, sa është rasti ma sa të pandehur i ki, sa të pandehur ki mri për mi arrestu. Mirë po raste zgjasin, sidomos kur kemi të bëjmë me çështje për ndihmë juridike ndërkombëtare, si dhe me raste me ekspertiza, sidomos ekspertiza të ADN-s. E dim që vanohen për shkak të ngarkesës që kanë, te këto ndoshta kanë qenë disa nga arsyet për të cilat është dorë që të kaloj një kohë tashmë një vete 2 muaj aty diku. Disa nga të pandehurit që janë aratis ditën kur ne kemi intervenuar në plantacion, kanë arritur që të largohen nga vendi ngjarjes dhe ditën e nesërme eventualisht pas nesër janë futur në Republikën e Shqipërisë përmes rrugëve ilegale. Mirë po ne në momentin që i kemi identifikuar e kemi publikuar fotografitë cilët janë këta persona të dyshuar dhe shumica prej tyre janë arrestuar menjëherë në Republikën e Shqipërisë. Ka pas të tillë ndoshta që kanë tentuar që të arratisen, mirë po fal reagimit të shpejt nga zyrtarët e Republikës së Shqipërisë ata janë arrestuar dhe sot janë ekstraduar në Republikën e Kosovës. Tani kur po flasim ne jemi në pritje të ekstradimit edhe 2 të pandehurve tjerë të cilët janë të arrestuar në Republikën e Shqipërisë. Në kërkut dhona kanë kaluar kriminalin në Shqipëri këta persona, ndoshta edhe sa janë marrë dhe me narkotikë edhe atje. Disa nga ata kanë të dhëna të kaluar, sidomos me vepra penale kundër narkotikëve. E dini që i pandehuri i parë që është arrestuar në vendin e ngjarjes, ai përpos që ka dhëna nga e kaluara kriminale edhe në Shqipëri, ka qenë i akuzuar edhe në Republikën e Kosovës për vepra të tilla penale. Domethënë këta persona janë, më u thon ashta mjeshtër të krijimit të kanabisit. Mbas mënyrës se si ka funksionuar grupi dhe plantacioni që e keni pa aty, neve na bën të dyshojmë fuqishëm se kemi të bëjmë me një grup të organizuar dhe një farhun që thatë ju mjeshtër të kultivimit të narkotikëve, sepse e keni pa ndoshta jo secili i pandehur i kanë kryer detyrat e njëjta, dikush e ka pas për detyrë ujitjen, dikush e ka pas për detyrë qetjen e narkotikëve, dikush transportimin e narkotikëve nga plantacioni tek pjesa keni pa ku kanë qenë dukeudhtar dhe kështu ka funksionuar. Në ditën kritike janë sekuestruar 1035 kg marijuan, ndërsa janë shkatruar edhe 2850 bimë, e keni pas lartësia atyre ka qenë tejet e madhe. Dhe kështu e tejkalon 2 tonshën dhe vlera atyre nëse e kthejmë në të holla ka vlerë milionshë shumë të madhe. Unë mendoj që ne kemi përqur një mesazh tashmë të qartë se ne nuk të ndalemi për asnjë moment dhe askush nuk është për mbi ligjin. Deri në arrestimin e të pandehurve të fundit, edhe në këtë rast, mirë po jo vetëm në këtë rast edhe në raste tjera që ne jemi duke jetuar. Prokurora jeni të i hetu këta persona dhe për anën financiare se që janë pasuru këta dhe çfarë pasurish kanë? Po, jo vetëm këtë rast, mirë po në secilin rast ne ndërmarrim edhe veprime për hetimin e pasurisë dhe çdo herë e hetojmë edhe çështjen e pasurisë si dhe mënyrën e përfitimit të pasurisë. Në këtë rast e dini se janë sekuestruar disa holla, po ashtu janë sekuestruar edhe 2 vetura. Mirë po tani nuk mund të ndaj informata më tepër për këtë çështje, po ajo çka ju garantoj është se do të hetohet deri në centin e fundit për mënyrën e përfitimit të atyre pasurive nga të pandehurët e involvuar në këtë rast.
Duhet ta përmend e dini rastin që ka ndodhur po ashtu vitin e kaluar i njohur si Mirusha. Aty kemi arritur që të ndërmarrim veprime hetimore financiare, ku përpos që janë sekuestruar një parcel me rreth 70 ari, po ashtu janë sekuestruar 3 shtëpi dhe 23 ari në Klin. Gjithashtu janë sekuestruar edhe 4 vetura, si dhe 17.000 euro cash. 2 prej veturave, njëra është Porsche dhe tjetra është Audi, vlera që është tejet e madhe. Arsye pse po them është këtë sepse ne nuk do të ndalemi deri në hetimin e secilit rast edhe për pasurinë. A keni me pas mundësi me jetu edhe këta në Shqipëri për pasurinë që e kanë atje? Po, ne kemi bashkëpunim me Republikën e Shqipërisë dhe ne do t'i ndërmarrim veprimet edhe për pasurinë e të pandehurët që gjenden në Republikën e Shqipërisë. Sigurisht që ne do ta hetojmë edhe pasurinë që gjendet në Republikën e Shqipërisë, mirë po edhe vendeve përreth. Ju e dini që Republika e Kosovës e ka tashmë një ligj për kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë. Dhe ne në versionin e fundit do ta aplikojmë edhe këtë ligj për pasurinë të cilën të pandehurët nuk mund ta arsyetojnë për mënyrën e përfitimit të asaj pasurie. A ka edhe të dyshuar tjerë që pritni me arrestua, apo vetë pritni me ngrit akuzën? Unë thash se lufta kundër kriminalitetit me thekë veçantë edhe në këtë rast nuk do të jetë vetëm këtu, nuk do të ndalemi asnjëherë. Për momentin nuk mund të jap informacion nëse ka edhe të pandehurë tjerë. Mirë po një gjë ju garantoj, sikurse herën e parë që kam thënë se do t'i arrestojmë gjithë, edhe tani ju garantoj të gjithë të involvuarit në këtë rast do të jenë të arrestuar shumë shpejt. Shikues të nderuar, kemi ndjekur njërin prej operacioneve më të mëdha të drogës në Kosovë. Në pjesën e dytë të emisionit do vazhdojmë të transmetojmë një reportazh nga operacioni i administratës tatimore të Kosovës në verifikimin e punëtorëve pa kontratat e punës. Në një objekt në Zveçan, një biznes që kishte organizuar shitjen online të atleteve, bluzave e syzeve, zbulohet gjatë një kontrolle rutinore nga administrata tatimore e Kosovës. Në kuadër të kontrolleve rutinore të tatim paguesve, ekipet e hetimeve të ATK-s kanë zhvilluar gjatë javës inspektime në disa biznese në Zveçan. Caki kontrollit është një objekt që shet pajisje sanitare. Ekipi hetuesve të ATK-s ka detyra të kontrollojnë se punonjësit e biznesit janë të regjistruar si tatim pagues. Pas prezantimit të qëllimeve të inspektimit, zyrtarët e ATK-s nisin të grumbullojnë të dhëna. Bravo. Në biznes, haset vetëm një punëtor i cili punon në ark, teksa merren të dhënat e tij, të cilat më pas do të verifikohen nga ATK-ja. Sipas procedurave, gjetjet në terren që i morën zyrtarët e ATK-s do t'i verifikojnë edhe në databazën e tyre zyrtarisht, ku do të procedojnë me gjoba në rast se do të evidentohet ndonjë punëtor i paregjistruar. Derisa inspektorët e ATK-s po grumbullonin të dhënat mbi dokumentacionin e biznesit, një klient i cili kreu pagesën për produkte që bleu nuk u shërbye me kupon fiskal. Sipas ligjit, për çdo pagesë duhet të ofrohet kuponi fiskal dhe të paguhet tatim. Gjatë verifikimit biznesit e pam që nuk është i fiskalizuar, domthonë shitjet, momentën e shitjes klientëve nuk shërbehen me kupon fiskal. Këto janë domthonë paraqësitë e para që janë has. Tash momentin kur kemi qenë vizit vetëm një klient e kemi has, mirë po pronari deklaron që kanë qenë sot gjatë ditës edhe 2 klientë tjerë që kanë bërë pagesë edhe nuk janë shërbime me kupon fiskal. Si zakonisht, inspektorët e ATK-s përpilojnë raportin me gjetjet në terren, të dhëna këto të cilat do të verifikohen në zyrën e administratës tatimore të Kosovës në Prishtinë. Të dhënat e grumbulluara i kumtohen punëtorit që ishte hasur në atë objekt dhe më pas nënshkruhen nga vet ai si pranuesi i raportit. Biznesi sigurisht ky den që do të më kanë i fiskalizuar, me pas ark fiskal edhe me lëshu kupon fiskal në momentin e pagesa. Da biznis mora da radi fiskal na kasa. Prodaje što prodajete na Yes. Është has një klient të bëu pagesë edhe nuk është furnizuar me kupon. Za kupca. Edhe deklaroj që edhe 2 klientë tjerë kanë bëu pagesë nuk kanë. I danas ste imali svega 3. Nuk janë pranuar me kupon fiskal. Kupca. Domthonë kjo është To što mbledhja smo raportit. pisali.
Mi Të një nënshkrim? stanje kako ti je? Di. Ovdje, po. Në pak minuta, grupi inspektorëve dhe hetuesve të ATK-s konstatoi parregullsi në biznesin e parë të inspektuar në Zveçan të shtunën. Teksa ishin gati të largohen me të dhënat e grumbulluara, ata vendosin të kontrollojnë edhe katet e tjera të objektit për të parë nëse atje ka punëtor të padeklaruar. Naltë është edhe biznes tjetër, apo? Hetuesit zbulojnë se në hapësira tjera të objektit po zhvillohet një tjetër veprimtari biznesore, tregtimi i veshmbathjeve dhe produkteve të tjera për të cilat dyshohet se janë brende të falsifikuara. Inspektorët e ATK-s, pasi që inspektojnë hapësirën, vendosin ta sinjalizojnë doganën e Kosovës, pasi që situata bie në domenin e tyre. Gjatë ekzaminimit dokumentacionit, kem vrejtë që e kem hasë edhe një certifikat biznesit tjetër, që ka rezultu se në katët e më sipërme është edhe një biznes tjetër, realisht që nuk ka qenë aktiv momentalisht, mirë po i kem hasë disa dokumentacione, kem hasë disa mallëra, disa brende, që kem dyshu që mund me kanë falsifikume, kështu që lidhur me këta e kem njoftuar edhe doganën e Kosovës. Pas rreth gjysmë ore, një sitje antikontrabandi i doganës së Kosovës shfaqet në Zveçan, tek objekti ku inspektorët e ATK-s ishin duke inspektuar. Me të arritur në lokacion, një sitje antikontraband shkon drejt hapësirave ku ndodhen mallrat e dyshimta. Një ambient ku më parë shërbente si piceri, tashmë po përdorej për shitblerje online të atleteve të ndryshme, bluzave e syzeve. Nike plus një. Sosa si janë? Lacoste. Një. Një do dy. 2. Hop, 5. Sipas ligjeve në fuqi, pronari duhet të paraqesë dhe të mbajë në dispozicion dokumentacionin që dëshmon origjinën dhe ligjshmërinë e mallrave. Dokumentet të tilla nuk u ofruan nga punëtori dhe përpasoj mallrat u sekuestruan përkohësisht nga dogana e Kosovës deri në verifikimin e plotë të tyre. Gjatë verifikimit biznesit edhe mallrat që i ka posedu, i kemi rejtë se ekzistojnë disa mallra me brende të ndryshme, brende luksoze, syze, veshmbathje të ndryshme, për cilat pastaj i kemi informuar doganën. Dogana kanë mërrije, kanë kry punën e tyre edhe kanë bu sekuestrimin e këtyre brendeve, këtyre produkteve, përkohësisht deri në verifikimin më të tjeshëm. Për shkak se biznesi këtu nuk ka posedu dokumentacion që e ka dëshmon vlerën e tyre, kështu që përkohësisht mirën për verifikim edhe pastaj procedohet tutje. Mallrat e sekuestruara u ngarkuan në veturën e zyrtarëve doganor për tu verifikuar pastaj teksa u hartua edhe raporti me të dhënat në terren. Nëse mallrat janë importuar, kërkohet deklarat doganore dhe nëse kjo vërtetohet nga pronari, mallrat do t'i kthehen të njëjtit. Pas kontrolleve të kryera në Zveçan dhe grumbullimit të dhënave nga terreni të cilat do të verifikohen pastaj, ekipi administratës tatimore të Kosovës mblidhet për të verifikuar disa informacione se në disa biznese të ndërtimtarisë ka punëtor pa kontrata. Kontratat e punës janë obligative për secilin të punësuar në Kosovë. Sipas ligjit, kontrata e punës dhe deklarimi në ATK janë obligime për secilin punëdhënës, të cilat duhet të përmbushen një ditë para se punëtori të nisë punën. Shkelja e këtij rregulli është shkelje e ligjit dhe në rast se kjo ndodh, dy institucione, Inspektorati i Punës dhe Administrata Tatimore e Kosovës, janë të obliguara të ndërmarrin masa. Që nga viti i kaluar, secili punëtor i cili posedon një letërnjoftim të Kosovës mund të kontrollojë lehtësisht nëse punëdhënësi i tij e ka zbatuar obligimin për të regjistruar punëtorët. Me një klikim të thjeshtë në faqen e ATK-s, secili mund të verifikojë të dhënat në fjalë dhe në rast se kuptohet që punëtori nuk është regjistruar menjëherë, duhet të njoftohen mekanizmat kompetent.
Kallzo.com në faqen e vet ka ndërtuar një platformë raportuese ku në secilin rast ku ju keni kuptuar informacione të tilla mund të raportoni. Në fund të tetorit, një ekip i administratës tatimore të Kosovës është mbledhur për të verifikuar informacione se në disa biznese të ndërtimit ka punonjës pa kontrata. Ekipi i përbër nga hetues dhe inspektorët e ATK-s ndajnë detyrat dhe niset për në aksion. Të nderuar kolegë, në vazhdimsi të aksioneve që i ka parapo menaxhmenti i lartë, edhe sot do të vazhdojmë në vizita me qëllim të verifikimit të kontorëve dhe kontratave të punës. Ky aksion është vazhdimsi e vizitave që kemi zhvilluar gjatë sezonit të verës, kështu që do të vazhdojmë sot vizitat në rajonin e Prishtinës. Fokusi edhe qëllimi i këtyre vizitave mbetet i njëjtë, edhe normal do të me verifiku gjitha parakollësitë që eventualisht bizneset mundin me pas. Këto vizita do të realizohen në sektorin e ndërtimtarisë, edhe gjatë ditëve në VM do të bëjmë edhe te sektorët tjera për të pa parakollësitë eventuale sa i përket deklarimit punëtorëve dhe kontratave të punës. Një ekip i posaçëm i ATK-s ka marrë detyra për të verifikuar informacione se në disa biznese ka punëtorë të paregjistruar. Me detyra konkrete, ekipi i ATK-s i përbër nga hetues e inspektor niset për të verifikuar informacionet në terren. Në vazhdën e kontrolleve për mos deklarim të punëtorëve, cak i inspektimit do t'jetë një vend punishtë në rajonin e Prishtinës. Sipas rregullave, inspektorët e ATK-s në vendin e ngjarjes marrin të dhënat personale të punëtorëve që hasen dhe mbi bazën e kontrolleve tutje verifikojnë nëse të njëjtit janë deklaruar në sistem. Shëndetje, qyshi, a jemi në dësjeni? Alo, jem për ATK-s, kem dalë domon një vizit rreth verifikimit të punëtorëve. Në këtë lokacion, hetuesit dhe inspektorët konstatojnë se momentalisht në objekt, punimet janë duke u kryer nga vetëm një kompani, rrjedhimisht kryhet vetëm një kontroll. Punëtorët e parë të hasur në kantierën e ndërtimit në Prishtinë nisin bashkëpunimin me inspektorët, duke ofruar të dhënat e tyre për regjistrim. Ka ole, që një minut, unë dhe të lirojmë. Hetuesit e ATK-s vërejnë edhe një grup punëtorësh duke punuar në katin më të lartë të objektit. Pasi i numëruan të gjithë, i ftuan për t'i dhënë të dhënat e tyre. A kështë mujt punëtorë që të jeni me ardhë poshtë edhe kush është përgjes dikush? A jeni mirë që shje, alo? Si vojë që këtë punë? Mirë, juve? Po mirë. Mirë. Na veç një verifikim punëtorëve e vojmë edhe ju lirojmë. Ja, shpish punë. Të dhënat për punëtorë të hasur në një lokacion të ndërtimit në Prishtinë do të verifikohen nga hetuesit e ATK-s. Sipas ligjit, ata kontrollojnë nëse punëtorë që janë hasur në vendin e punës janë të deklaruar në sistemin e ATK-s për deklarimin e taksave. Vend punishtë që kemi orë, kemi gjetur kompaninë e cila është u kryer ndërtimin e vrasht, kryesisht kemi bë verifikimin e punëtorëve që kanë qenë prezent gjatë punimeve. Domethënë janë bë verifikime tyne, jenë morë shënimet e çdo punëtorit edhe jetë të verifikohet në sistem të ATK-s a ka pas punëtor të paregjistru a jo. Verifikimi i informacioneve se në një biznes ka punëtor të paregjistruar është një punë specifike e ATK-s. Të dhënat e punëtorëve, numrat personal dhe të dhënat nga veshgimi grumbullohen nga ATK për të kontrolluar më pas në databazën e tyre në Prishtinë. Në rast se konstatohen shkelje, atëherë biznesi mund të gjobitet. Nëse ka punëtor të palajmëruar, shkojnë rastet inicuhen për ndeshkime në zyrën zonat të cila i merr vendimet për ndeshkim. Inspektorët dhe hetues të administratës tatimore të Kosovës vazhdojnë të kryejnë inspektime për shkeljen e të drejtave të punëtorëve duke trajtuar informacione në bazë ditore. Por, për secilin që është pa kontratë të punës ose kushtet e punës nuk po u respektohen nga punëdhënësi, Kallzo.com është adresa e raportimit. Raportimi mund të bëhet në faqen e Kallzo.com në ndarjen të drejtat e punëtorëve. Shikues të nderuar, ne kaq kishim për sonte. Ju vazhdoni të na shkruani në Kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.